Eris Mehmeti do të qëndrojë në paraburgim pasi gjykata e Vlorës vendosi masën e sigurisë arrest me burg ndaj tij. Ai akuzohet për përkrahjet e autorit të krimit dhe sigurimin e kushteve për kryerjen e vrasjes në lidhje me atentatin ndaj Renato Hoxhait, një 58 vjeçar që punonte si roje nate. Në dëshminë e dhënë përpara forcave të policisë, Mehmeti ka mohuar të ketë dieni për krimin. Ai ka pranuar se automjeti i përdorur në vrasje është në pronësi të tij, por ka pretenduar se ja kishte dhënë një miku për ta përdorur, pa i ditur që do të përfshihej në një ngjarje të tillë. Hetimet janë përqendruar edhe në fatin e automjetit pasi dyshohet se pas ngjarjes është shmontuar në ndonjë pikë skrapi ose servisi për të humbur gjurmët. Policia po ndjek këtë pistë duke kontrolluar disa pika në zonën e Vlorës dhe më gjerë. Renato Hoxha, një qytetar pa precedent penal, u vra në mënyrë mafioze mëngjesin e 27 prillit. Hetimet e deritanishme po i trajtojnë ngjarjen si atentat të porositur nga jashtë Shqipërisë, konkretisht nga Dubai, ku dyshohet se fshihen persona të lidhur me botën e krimit shqiptar. Policia dhe prokuroria janë në ndjekje të personit që ka kryer ekzekutimin, ndërsa Eris Mehmeti është i pari që ndalohet në lidhje me këtë ngjarje të rëndë.